وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Mirin Allahut si temë e radhës që ka të bëjë një prej veprave ose prej veprave që e prishin ose zbehin zemrën është polemika dhe debati. Polemika dhe debati janë vepra e cila nuk ka qenë e dashur te gjeneratët e para. Gjeneratët e para e kanë urryer që të hyjnë për debate dhe në për polemika. E kundërta e asaj që sot ne i përjetojmë dhe shohim ku zakonisht ne hyjmë sot në për debate dhe polemika dhe nuk kemi njohuri rreth rregullave dhe nuk kemi njohuri rreth asaj se si duhet që debatohet. Po shpesh qëllimi i debatit është që unë ta mundi, qetrin ta mposhti, qetrin e jo dalën sheshë vërteta. Të parton ishin ata që paralajmëronin dhe nxesnin që njeriu sa më tepër t'i largohet debatit. Madje thoshte Abdullah ibn Amr, nuk i takon barcit Koranit, nuk i takon avëzit Koranit, nuk i takon një besimtari që zhytet aty ku zhytet një ignorant, ku hyn ato çështje, dhe nuk i takon atij që të fole për gjëra të cilat foli pa dishmi dhe nuk i takon atij që të hyjë në për debate dhe polemika. Kishte prej tyre Ibrahim an-Nakhai, thoshte që ata e urrenin debatin. Çfarë në kupton debat? Çfarë është polemik? A është çdo debat i ndalum apo jo? A është debati pjesë e natyrës së njeriut që e ka me lingjin e tij? Si ndo debati? Cilat janë kushtet e debatit? Gjitha këto pyetje do të mundona inshallah me lenin Allah që t'i përgjigjem në këtë ligjërat. Do thotë ta dëgjojmë inshallah me vëmendje edhe të fokusohemi inshallah për shkak se është një temë që shpeshher e hasim edhe shpeshher po na kushton, edhe shpeshher po na zbe imanin edhe po na e prish zemrën. Debati në aspektin gjuhësor, dietarët e gjuhës kur e kanë definuar kanë thonë që debati është shkëmbim i fjalëve mes dy palëve dhe qëllimi i tyre është që të kundërshtohet pala tjetër, mendimi tjetër, o për qëllim kundërshtimi, o për qëllim që të gjendet e vërtetën. Disa prej tyre kanë thonë që kur dikush e kundërshton palën tjetër edhe ja rrënon mendimin e tij dhe mundohet që nëpërmjet rrënimit mendimit të tij ta mposhtë atë, ta kundërshtojë atë ose të mundohet ta nxjerrë të vërtetën ose të dalë shesh e vërteta. Disa kanë thonë që debat nënkupton teprimi në kundërshtim dhe teprimi në diskutim. Ka thonë të thotë disa definicione, po përgjithësi janë njëjta. Do thotë qëllimi është thjesht kur dy palë do thotë diskutojnë njëra me tjetrën dhe qëllimi është që o të dalën në shesh e vërteta, o do thotë në poshtet tjetri kundërshtari dhe të rënohet do thotë mendimi i tij. Për sa i përket polemika si polemik, disa kanë thonë që debati dhe polemika nuk kanë dallim. Janë njëjtë, madje edhe fjalori i gjuhës shqipe e shef që edhe debati dhe polemika gati i kanë njëjtë definicione. Dhe shpeshherë kur e shef në për libra ose në për lexime, kur diskutohet, zakonisht do thotë e ka të njëjtin kuptim. Edhe debat edhe polemik, kur përmenden polemika dhe debati zakonisht e kanë për qëllim njëjtën gjë. Po ka për dietarëve të cilët i kanë dalluar njëra me tjetrën, kanë thonë që polemik është vetëm atëherë kur njeriu dëshiron që të tregojë e përsin mbi tjetrin. Qëllimi i tij është thjesht të kallëzohet që është më i mirë, është më i dijshëm, edhe nuk është qëllimi i tij që të dalë shesh e vërteta. Po thjesht edhe nëse është në kotën, ai ka për synim që të tregojë para tjetrit që unë jam më i mirë dhe jam në përsin. Krahasim me debatin. Ku debati qëllimi i synimi është që të dalën shesh e vërteta, po mundet nganjëherë debati me qenë gabum, nëse personi mundohet që ta mbrojë egon e tij, edhe mundohet që ta mbrojë mendimin e tij, edhe pse e di që është gabim. Do thotë këta janë ato dallimet që disa prej dietarëve kanë përmend. Disa kanë thonë që polemika është kur njeriu konteston tjetrin do thotë fjalën me qëllim që të paraqeset dobësitë e tij. Qëllimi i tij thjesht është ta poshtërsojë dhe ta nashmojë tjetrin dhe që tregojë njerëzve të tjerëve do thotë që ky person nuk di ose do thotë që mendimi i tij është i gabueshëm, e padyshim që kjo është e urryer edhe pavarësisht se ai personi është gabim, megjithatë nuk është prej edukatës debatit.
Kjo është ajo që e kanë përmendur do thotë rreth polemikës edhe rreth debatit. Në përgjithësi do thotë janë njëjta, edhe debati dhe polemika, po nganjëherë nëse kërkohet që të definohet secili veç e veç, atëherë do thotë e definojnë në këtë formë. Para se me hinë temë, do ta përmendi një hadith që shënon Ebu Davudi. Sheikh Albani rahimahullah hadithin e ka vlerësuar që hadithi është i vërtet. Hadithin e transmeton Ebu Hurajra ku pejgamberi sa thotë el mira'u fil Kur'ani kufrun. Të polemizuarit në Kur'an është kufër. Është një hadith ku secili besimtar kur e lexon këtë hadith, normalisht që gjen një lloj frike për shkak se dëshiron ta di ku është qëllimi, synimi do thotë i këtij hadithi. Normalisht se ne polemizojmë edhe diskutojmë kur është pyetje Kurani për me arrit deri te e vërteta, deri te kuptimi i vërtet. E merr i shikon një kuptim, e lexon, e shef është afër asaj në që është e vërteta apo jo, e shef mendimin tjetër edhe mundohesh që me grumbulluar dhe me ardh deri te me grumbulluar argumentet edhe me ardh deri te vërteta. Ktu nuk është qëllimi i këtij. Qëllimi është diçka tjetër. Ktu është qëllimi i përgënjeshtrimit, ktu është qëllimi i dyshimit, qëllimi është i mohimit të ajeteve të Allahut azza wa jall. Prandaj pejgamberi sa e ka përmend, do thotë këtë hadith. Dietarët kanë thonë që ky person i cili dyshon në Kur'an, ose thotë që Kur'ani është i krijuar, ose i ndjek argumentet e paqarta me qëllim që sa më shumë grumbulloj prej atyre argumenteve që ta mohoja atë që ka zbrit prej anës Allahut azza wa jall. Ky medheb është medhebi i dyshimit, siç njihet do thotë ulemat, dhe këta persona zakonisht nuk e kanë synimin që të arrijnë deri te vërteta. Këta persona e kanë qëllimin që të mohojnë diçka që ka zbrit prej anës Allahut azza wa jall, ose do thotë ta vërtetojnë një bindje që ata e kanë e që bien ndesh me rregullat e Islamit, mirë po nëpërmjet Kuranit, nëpërmjet argumenteve të Kuranit dhe ndryshimit të teksteve, duke i dhënë kohë tjetër mundohen do thotë që ta bindin masën e gjerë që bindja e tyre është e drejtë dhe se duhet që të ndryshohet diçka prej këtyre argumenteve ose prej Kuranit. Ky është medhebi i dyshimit ose medhebi do thotë i përgënjeshtrimit. Ky është qëllimi. Do thotë qëllimi është mohimi, përgënjeshtrimi i argumenteve të Allahut azza wa jall. Për këtë arsye do thotë ka thonë pejgamberi sa do thotë që të polemizuarit në Kur'an është kufër. Një hadith tjetër i pejgamberit sa Jundub ibn Abdullah thotë që pejgamberi sa ka thonë ikra al-Kur'an ma italafat qulubukum. Lexojeni Kur'anin përderisa zemrat tuaja bashkohen. Fa idha ikhtalaftum fakum anhu. Nëse ju bini në kundërshtim mes vete, atëherë ngrihuni. Cili është kuptimi i këtij hadithi? Qëllimi i këtij hadithi sipas komentatorëve të hadithit është që besimtarët ta lexojnë Kur'anin derisa zemrat e tyre të bashkohen njëri me tjetrin. Momentin që ata kanë diskutim njëri me tjetrin dhe fillojnë që të kenë kundërshtime njëri me tjetrin, shkaku i kuptimit të asaj, që ata nuk e kuptojnë atëherë, duhet që të largohen, distancohen. Qëllimi është do thotë që mos hyjnë, mos zhyten. Për shkak se çdo kundërshtim njëri me tjetrin mundet me çu deri ku? Mundet me çu deri në shkatrim edhe deri në prishjen e zemrës. Kjo është rreziku më i madh. E për këtë arsye personi i cili hy edhe zhytet nëpër këto debate, edhe nuk di se si ti ta trajtojë këtë temë, atëherë normalisht që pas asaj ke për me pa që ai person gabon dhe gabimi i tij mamon do t'i kushton. Zakonisht një numër i devimeve që kanë ardhur ka qenë shkaku i moskuptimeve dhe mosnjohjes të argumenteve të Allahut azza wa jall. Argumentet e Allahut ose Kurani do të ka ajete të cilat janë qarta dhe ka ajete të cilat janë pa qarta. Pa qarta janë për neve. Pa qarta janë do thotë në aspektin asaj se ne nuk kemi njohuri, jo që ajo nuk ka kuptim, jo që ajo nuk ka opci, jo që nuk ka dispozit. Mirë po megjithatë do thotë ne kur e lexojmë neve na dukon do thotë pa qarta. E dikush lun me ato dhe qëllimi i tyre nëpërmjet atyre argumenteve është për me kriju do thotë dyshimet e masa e gjëra dhe me fut do thotë dyshim që Kurani është libri i Allahut apo jo, ose do thotë diçka tjetër ngjashme me ta, edhe ti lutoje do thotë njerëzit. E thoshte Omeri radhiyallahu anhu, do të vinë disa njerëz të cilët do të debatojnë me juve rreth dyshimeve, do të debatojnë me juve pikërisht me këto ajete, me ajetet e paqarta, e atëherë nëse vinë tha ju kapuni për sunetin, për shkak se ata që janë të kapur për sunetin janë më ditur për librin e Allahut azza wa jall. Do thotë që suneti e komenton Kur'anin. Ai i cili është i kapur për sunetin, ai e ka shumë më lehtë ta kuptojë edhe librin e Allahut krahas atij i cili e mohon sunetin. Edhe mirët veç me Kur'an prandaj i shef ata të cilët zakonisht ju thuhet Kur'aniun ose më të cilët bashkohor, të cilët do thotë mundohen që t'i japin një qendër kohë teksteve fetare, madje edhe kërkojnë edhe ndryshim dhe kërkojnë që ndryshohen ato, i shef do thotë devimet e tyre do thotë që janë qarta. Kjo është e para se me fillu te pika e radhës, e që është
A është debati pjesë e mbjedhur në shpirtin e njerëzit apo jo? Debati ose kundërshtimi ose diskutimi është pjesë e natyrës së njerëzit. Ku shkon e ka me vete. Prej lingjës deri në vdekje, madje edhe pas vdekjes së tij. Allah zoti thotë: "Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala." Njeriu është më së shumti i cili kundërshton. Njeriu është ai i cili që më shumti kundërshton. E shef çdo herë kundërshton për diçka. Edhe kur është e vërtet, edhe kur nuk është e vërtet, ai kundërshton. E ka këtë problematik. Kjo është pjesë e natyrës tij. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu thotë që erdhi pejgamberi sa një natë prej natëve, ky dhe Fatimja kanë qenë duke fjet. Dhe pejgamberi sa ju tha atyre: "A nuk keni fal?" Çfarë i tha Ali? Aliu i tha: "Ja Rasulullah, tha shpirtrat janë në dorën e Allahut. Nëse do Allah i zgjon, nëse do Allah nuk i zgjon." Kjo përgjigje nuk i pëlqeu pejgamberit sa. Dhe pejgamberi Allahu të zgjën nuk foli asgjë dhe thot Aliu vetëm se u kthy e dhunis. Edhe pasi që u nis, pejgamberi sa i ra kofshës së tij me dorë edhe tha: "Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala." Tha njeriu është ai i cili më shumë i kundërshton. Pejgamberi sa u çudit, u habit prej përgjigjes shpejt të Aliut që ja dha dhe nuk u pajtu fare me mendimin e tij që e dha. Kjo tregon do thot natyrën e njeriut, që njeriu e ka. Dhe pejgamberi nuk i erdhi mirë për shkak se normalisht ka pas përgjigje tjera, po Aliu radhiyallahu anhu sikur se çdo krijesë, pavarësisht që ka qenë Ali, megjithatë e ka dhënë një përgjigje që për te ka qenë shumë normale, mirë po për pejgamberin nuk ka qenë diçka e hijshme, për shkak se ka mund me thonë që na ka zonë gjumi, shembull, ose kemi qenë më dopt, ose një lloj përgjigje do thot pak më ndryshe, mirë po megjithatë sikur se çdo njeri, edhe unë edhe ti, edhe ai ka thonë do thotë që Allah zoti kundër shpirtat tonë. Cilin do Allah e zgjon, çoft fatet, cilin do Allah zoti nuk e zgjon. Kjo është tamam si fjalë. Për shkak se çartimi Allahu të zgjon funit edhe më ngrit. Mirë po pejgamberi sa do thot qartë e bëri do thot natyrën e njeriu, e bëri do thot se si është që është diskuton edhe kundërshton. Ka për njerëzve të cilët janë më orator edhe janë më të mirë në debate, keni pa edhe vetë. Debatet janë lloj-lloj, ka debate politike, ka debate ekonomike, ka debate fetare, ka debate natyrave ndryshme, po ka njerëz të cilët janë më orator në debate. Edhe pse vetë debati si debat ose kundërshtimi si kundërshtim është pjesë e natyrës njeriu, megjithatë njerëzit dallojnë njëri prej tjetrit. Argument për këtë është rasti Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik e dini gjithë rastin e tij, i cili nuk doli në luftën e Tebukut. Dhe arsyet e tij kanë qenë disa arsye, ai ka përmend hadithin e gjatë që ka për Ka'b ibn Malik, dhe arsyet kanë qenë jo vetëm se një, kanë qenë disa arsye. Po Ka'bi ka përmend, nuk i ka pas problem, do thotë, jo tam shefe sikurse ne si mundojmë sot tam shefmi çdo herë. Problemi i tij ka qenë kur të kthehet pejgamberi, çfarë ti thot pejgamberi? Si të arsyetohet para tij? Se thot asnjë betejë nuk kam qenë ai i cili nuk kam dalë, çdo betejë ka dalë. Po këtu ka qenë problemi diku tjetër. E thot Ka'bi pasi që mora vesh që po kthehet pejgamberi prej Tebukut, si të dalun e përpara dhe të arsyetona përpara tij se unë nuk kam dalë për këtë arsye. E ka pas këtë brengë. Tha derisa fillova që të diskutoj me familjarët e mi, me më të mëshmit, oratorët më të mirë që i kam pas familjen time, diskutoj me ta, edhe tha, pasi që mi dhanë gjitha mendimet, kur e kuptova që është afru, e vendosa që ti tregoj drejt. Edhe talon çdo gënjeshtër e cila, çdo fjalë e cila është gënjeshtër ose çdo gënjeshtër e cila do thotë nuk është realitet. Edhe ashtu ndodhi kur erdha ta takua pejgamberin. Kur e takua pejgamberin, ta buzëqeshja e tij ishte buzëqeshja e një personi i cili është i dënuar. Pse nuk i pator mirë, nuk erdhi mirë, se nuk dolën disa prej sahabëve dhe normalisht secili shkoi e dha arsyeetimin e tij. Edhe Ka'bi shkoi, u ofroi tha pejgamberin, "Eja, ta shkova, ta u ofrova." Dhe pasi u ulam tha, "Pse nuk dole?" I tha, "Ja Rasulullah, tha pasha Allahun tisha ultet të një person tjetër. Cili do person për kësaj dunjoje që është? Isha mundu që të arsyetona duke diskutu çështjen time dhe duke e bind që unë e kam pas të vërtetë. Po megjithatë e di ja Rasulullah që para te nuk mund të bëhet."
Prandaj jam shumë i sinqert me ty dhe ja tregon rastin iman. Dhe i thot Kabi, tha me të pas gënjy ty, Allahu kishte për me më përgënjështru, kishte për me ta sjell shpallin. Po ma mirë po ta tregoj të vërtetën dhe pastaj po arsyeton edhe po kërkoj falje para Allahut azza wa xal. Dhe ashtu ndodhi. Dhe pastaj Kabi e tha këtë fjalë, ku e përmendi që unë di debatoj, edhe kam aftësi që të debatoj. E këto është e pojanta që unë e kam për qëllim. Do thotë që njeriu edhe pse e ka të mbledhur diskutimin, kundërshtimin, brendsinë e tij, megjithatë njerëzit dallojnë. Dikush di më javë, është më orator, është më javë, dikush është më pak i javë, do thotë që diskutojë dhe debatojë. Po secili do thotë prej neve, ose secili prej njeriu debaton, diskuton. Prandaj Allahu subhanahu kur e përmendi për jo besimtar, që Allahu subhanahu wa dërgoi atyre pejgamberësëm, tha fe innama yasarnahu bilisanik litubashshira bihi almuttaqin. Ne kemi lexuar Kur'anin nëpërmjet gjuhës tënde me qëllim që ti përgëzosh ata besimtarët. Wa tundira bihi qauman ludd. Dhe ti paralajmërosh popullin i cili është kryenesh. Kurse tha për i thartë të kotës, belhum qaumun khasimun. Tha ata janë një popull ose janë njerëz të cilët do thotë janë bëjnë gatresa, janë kundërshtar. Këto cilësi që i ka përmendur Allahu subhanahu wa taala nuk janë përmend me do thotë rastisht, po njeriu jo vetëm se kaq, njeriu kundërshton edhe pas vdekjes tij, do ta shohim tash me ndin Allah. Unë mos e le me thot për pejgamberin që një ditë prej ditëve i dëgjoj disa persona duke diskutuar njëri me tjetrin. Edhe ishin pranë shtëpisë tij. Dhe pejgamberi doli për jashtë dhe ju tha atyre. Tha unë jam njeri ana bashar. Unë jam tha njeri sikur se ju. Dhe unë jam ai i cili gjykoj në këtë aspekt kur vin njerëzit që gjykojnë. Nëse ndonjëri prej juve vjen edhe argumentohet dhe mi sjell argumentet e tij, mi sjell gjithë ato dëshmitë e tij, unë e marr gjykoj sipas asaj që ju i sjellni ato argumente. Sigur se tash me orë dy persona e kanë një problem midis veti dhe secili e bie argumentin e vet. Tash unë nuk e di se cili prej atyre është drejt. Mirë, po unë gjykoj mbas kujt, gjykoj mbas atyre argumenteve që ata i sjellin njëri me tjetrin. E ndonjëri ka mundësi me qenë orator, edhe me bind gjykatësin dhe me sjell argumentet dhe me bind do thot me argumentet që ai i sjell. Edhe kjo është shumë normale, ju e dini edhe vetë që na për gjyqje ose na për raste ku ka diskutime ka njerëz të tillë. Edhe i thap kam mesasem që njëri prej juve është më javë, edhe sjell, edhe diskuton, edhe unë e llogaris që është i sinqert. Edhe marrë dhe gjykoj do të thotë në favorin e tij. E nëse unë gjykoj në favorin e një muslimani, dhe muslimani tjetër e di që ai e ka mirë, dhe tjetri është gabim, atëherë thap kam mesasem vetëm se kjo është një copës e zjarrit i xhenimit. Dhe thap kam mesasem o le ta pranoje, o le ta refuzoj. Tash morë prej atij. Do thotë kam mesasem qartë. E bëri me dije do thotë që njerëzit dallojnë njëri me tjetrin kur është mbi oratoria e tij. Pavarësisht që ai kundërshton edhe diskuton, megjithatë nuk kemi të njëjtë. Secili ka mundësi që të diskutojë. E shihni edhe vet, ka për njerëzve të cilët kur dalin, kur debatojnë, kur diskutojnë, aq shumë bin që deri sa ti çuditesh. Edhe thu si ka mundësi do thotë aq oratoria do thotë e tij për me të bindë edhe pse ndoshta ai të manit me oratorinë e tij dhe të mashtron edhe pse e di që është në kod. Mirë po ashtu orator. Aftësi që Allahu subhanahu do thotë ja ka dhënë atij. E përmendet që njeriu është diskutues jo vetëm se në dunjë, po do të jetë edhe ditën e Kiametit pas vdekjes tij. Allahu subhanahu thotë: "Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha." Atë ditë kur do të vijë çdo shpirt, çdo njeri, edhe secili do thotë do të vijë duke mbrojtur veten e tij. Edhe pse e di që ka gabuar, edhe pse e di që ka bën gjunoj, megjithatë mundohet që para Allahut të zgjuhet të arsyetohet. Njeri i cili diskuton, i cili kundërshton cilësitë e tij, mirë pa e ka me vetë edhe ditën e Kiametit pas vdekjes tij. Anas ibn Malik thotë që ishim te pejgamberi dhe pejgamberi ndërkohë qeshi. Dhe u tha sahabëve, a e dini pse qesha? I tha një Rasulullah. Allahu dhe pejgamberi i tij e din. Pejgamberi tha qesha nga diskutimi i robit që e bëri me Zotin e tij. Çfarë diskutimi bën robi me Zotin e tij ditën e Kiametit? Tha pejgamberi që robi thotë o Zot, am sigurove që nuk do të kem padrejti, am sigurove që nuk do të bëj padrejti. Allahu xheli thotë po. Po o robim e i thot, o Zot, unë nuk dua për vetën time dëshmitar për vetë se vetës. Allahu subhanahu tha, mjafton vetja jote si dëshmitar
dhe mjaftojnë 2 melek që i ke pas me vete dhe i ka shënuar veprat e tua. Atëherë këtij personit i mbyllet goja e tij dhe Allahu jep urdhër që të dëshmojnë gjymtyrët e tij. E në këtë moment kur fillojnë gjymtyrë që të dëshmojnë për veprat që i kanë punuar, atëherë Allahu e largon pengesën e gojës së tij. Edhe ky njeri çfarë thot? Ky njeri thot qofshi larg e të shkatruar për gjymtyrët e veta, për shkak se unë për juve tha po diskutoja. Kjo është mundu që t'i mbroje megjithatë nuk ka mundësi, sepse gjymtyrët e gjitha kanë për me dhënë dollari për çdo vepër që e kanë bën dunja. E Allah zotin i përshkroi do thot, ose e përshkroi debatin e jo besimtarëve ditën e Kiametit që do ta kenë. Thot Allah zotin thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Thot pasha Allahun, o Zot, ne s'kemi qenë idhujtarët. Edhe pse kanë bë adhurimet kota me gjitha ditën e Kiametit mundohen që ta bindin Allahut. Diskutojnë. Thonë o Zot, s'kemi qenë idhujtar. Thot Allah zotin undur kejfe kadhabu ala anfusihim, ta shiko se si ata gënjejnë kundër vetës. Wa dhalla anhum ma kanu yafterun. Megjithatë zotat e tyre atë ditë kanë për milion balt. Nuk kanë për më ndihmu asgjë. E këto diskutime janë diskutime që Allah zotin e përmend, do thotë që ka me pas ditën e Kiametit. Po ashtu është një hadith tjetër ku pejgamberi sa më përmend, ku thotë që Nuhi alayhis salam do të vijë me ummetin e tij. Edhe kur vjen me ummetin e tij, dalin para Allahut azza wa jalla dhe Allahu e pyet Nuhin i thotë, a e ke përcjell mesazhin? I thotë po Zot. Mirë po ummeti i tij nuk pranojnë. Ummeti i tij e përgënjështrojnë, thonë o Zot, nuk e ka sjell mesazhin. 950 vite. Megjithatë mohojnë. E thot Allah zotin e pyet Nuhin, thot, a ka kush dëshmon për ty? Thot po. Dëshmon kush? Dëshmon ummeti i Pejgamberit. Ummeti i Muhamedit alayhis salam. Edhe atëherë do thot, ata dëshmojnë që Nuhi alayhis salam ka qenë pejgamber dhe se Nuhi e ka përcjell mesazhin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë kjo është argument që njerëzit diskutojnë edhe mundohen që me gjitha mundësitë e tyre ta mbrojnë veten e tyre që mos dalin gabim. Kështu është njeriu. A keni po zakonisht kur ka bën mundohet të arsjetohet me 100 arsye. Vetëm mos doli do të poshtë është gabim. Edhe asnjëherë do thotë nuk mos të mos njerëz ndoshta është tepër, por përgjithësi mundohet që mos dalë shesh e vërtetë Allah subhanahu wa pastaj tha kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada. Ne kemi bën ummet mesatar që ju jeni ata të cilët do të dëshmojnë të thotë me drejtësi mesin e njerëzve. Do thotë që debati është pjesë ose kundërshtimi është pjesë e natyrës njeriu. Edhe vjen do të thotë prej lindjes tij edhe vazhdon deri pas vdekjes tij, madje do të thotë ditën e Kiametit kur dalin për llogari. Pika e radhës është cilët janë shkaqet që e çojnë njeriu që të hyjë në për debate dhe në për diskutime. E para, prej arsyeve sepse ka shumë, e para është këshilla e cila jepet publik. Normalisht këshilla e cila jepet publik nuk është e mirëpritur. Dhe secili kush këshillohet në publik nuk dëshiron që fytyra e tij do thotë të bie ose autoriteti i tij të bie. Edhe zakonisht kur kundërshtohet në publik ose këshillohet në publik, atëherë kundërshton. Edhe për këtë arsye ka mundësi për me hinë do thotë në debat ose për me hinë do thotë kundërshtim. E dyta është zgjedhja e kohës gabuar. E zgjedh kohën e gabuar, kohë e cila nuk është e përshtatshme. Kjo mundet me çu deri ku? Deri diskutime dhe deri polemik. Mos zgjedhja e vendit duhur, ku njeriu do thotë zakonisht e zemron, qetrin palët, qetër e zemron edhe hidron, edhe e nxit që të hyjnë kundërshtim edhe që të hyjnë do thotë në debat. Ka mundësi nganjëherë që diskutimi edhe debatet ose polemikat të vinë për shkak se njeriu ka qef të ketë famë para tjerë. Zakonisht kur dikush do për me pas famë dhe me qenë i njohur mesin e tjerëve, me pas autoritet edhe çka bën, hyn për debate dhe hyn për polemika. Zakonisht polemikat edhe debatet njerëzit i nxjerrin shesh. Edhe janë më të dallum, janë më të veçum, për shkak se emri i tyre më shumë lakohet, më shumë ata përmenden, më shumë ata duken. Edhe këta persona të cilët e kanë për çefi famën dhe duan do thotë emrin e tyre që të rritet, zakonisht hyjnë për debate edhe hyjnë për polemika. Për shkaqeve të tjera,
është mposhja e qëtërit, pavarësisht mënyrës. Është e drejtë apo e gabume, apo e kam niyetin e saktë, apo jo, qëllimi është që të mposhtet qëtërit. E një prej atyre formave është debati dhe është polemika. E ke po, kur ka armiqësimi dikan, e gjen momentin e parë, që ka mundësi për me kundërshtu, momentin e parë e kundërshton. Edhe do për me shprej, do të atë mlefin, atë marrën që e ka, ndaj tij. Për shkaqeve tjera, nganjëherë mundet me qenë sebeb edhe ambienti. Ambienti kur rritet edhe ambienti do thotë ku qëndron. Shpesh ndodh, edhe nëse është ambienti fetar, ka mundësi edhe thirrsat, edhe xhallar, me nxit do thotë me mësu xhamatin ose me eduku xhamatin vazhdimsi me debate. Nëse xhamati mësohet, edukohet vazhdimsi me debate, atëherë te ata do linde patjetër kjo cilësi. Edhe pse ata e kanë mrem, ama kur edhe mësohesh edhe edukohesh çdo herë me diskutu edhe me debatu, atëherë padyshim që kemi çuçat rrugë. E njëjta është edhe me mësuesin me nxënësit e tyre. Kur mësuesin vazhdimsi diskuton edhe debaton me nxënësit, pa pas nevojë, se këto diskutime, debatime nuk janë që japin fryte edhe që nxënësi përfiton. Diskutimi është i kodë, edhe nxënësi nesër do të dalë i tillë. Edhe nëse e shef që edhe prindi e ka natyrën e tillë, edhe në vazhdimsi merret me debate edhe me polemika dhe fëmijët i ka për me qenë i ngjashëm. Do thotë ndikon ambienti, ndikon rrethi ku njeriu do thotë zakonisht edhe rritet. Ka mundësi do thotë prej shkaqeve debatit ose që shon deri në debat me qenë te disa vetpëlqimi, te disa me gjemallësia, po ashtu do thotë edhe mashtrimi, hyn veçan qejf. Kur hyn veçan qejf, edhe mendon që di, edhe mendon që ka si për me debatu, atëherë ai fillon për me debatu dhe me diskutu dhe nuk ndohet asnjëherë, edhe shoh shpesh që do thotë i pari i cili fillon debat dhe i pari i cili ka që për me debat edhe çel tema diskutimi, është ai. Çdo herë. Ra dhe gjeni muhabet me ta tamam. Ra. Çdo herë do thotë ka diçka, çdo herë do thotë diskuton diçka, çdo herë nuk është qëllimi i tij për me arritë vërtetë, se ndoshta njëri mëson, një meselë më çash vazhdon. E njëjta temë, sellat e pshtellat, e njëjta temë veç diskutohet. Qëllimi është thjesht ai të kallëzoj para tjerëve që unë e di dhe thjesht ka pas muja, po njëra apo kompleksiv. Edhe mirë veç me çat temë. Po ashtu do thotë prej çështjeve tjera, ashtu kur zemra është e zbras, nuk ka takvallëk, nuk ka devotshmëri, atëherë pritet do thotë që ai ka për më marrën me njerëzit me debate edhe me polemika. Prandaj thoshin paritar, përmendja Allahut e zbut zemrën, kurse përmendja njerëzve e ngurçon zemrën. Po ashtu edhe pika e 9 dhe e fundit është do thotë koha e lirë. Kur njeriu ka kohë të lirë, edhe ta ditën rri, nuk ka çka më bë. Çka bëj? Punë jo, ambicie jo. Atëherë çka kam e bën? Ta ditën mirë me debate dhe me polemika, lexon diçka, mëson diçka, ndoshta e lexon një meselë, edhe pastaj gjithë ditën debaton edhe diskuton. Këta janë persona që zakonisht më shumë edhe bëjnë problem, edhe zakonisht më shumë do thotë fusin do thotë si lloj debate dhe si lloj polemika në mesin e njerëzve. Persona që nuk kanë asnjë lloj ambicie dhe nuk kanë punë, as nuk e angazhojnë veten e tyre, po përkundër se janë badiaxhi, shkurtë shqip, rrinë për kafe të ditën edhe s'ka shka të bëj, puna e tyre kryesore është kjo. Pika e radhës është kushtet e debatit. Debati si debat, edhe polemika si polemik kanë kritere, kanë kushte. Këto kushte nuk janë kushte të rastishme, nuk janë do thotë qëllimin e kam, nuk janë kushte do thotë që janë mundu do thotë thjesht shkelë shkoja. Këto kushte kanë mundu dole mot. Duke përcjell rëndësinë e debatit, diskutimit, duke pa pasojat që kanë ndodhur mas, edhe duke ditë argumentet që kanë ardhur, që Allah subhanahu kanë nxit në debate, por do ta shohim më vonë cilat debate, ata i kanë vendosur këto kritere. Janë kritere shumë të rëndësishme. Prej kritereve të para, prej kushteve të para është sinqeriteti. Sinqeriteti për Allahun subhanahu. Nëse është i sinqert në diskutim, nëse është i sinqert në debat, nëse ai e ka për qëllim që dalë në shesh e vërteta, Allah ka për mi dhënë bereqet edhe ka për mi dhënë barësi. Përndryshe nëse qëllimi i tij nuk është për Allah, po qëllimi i tij është ta mposhte palën tjetër, edhe ti tregoje tjerëve që unë jam të vërtetën, ai është në kotën, atëherë është problem. Esenca duhet me qenë për Allah. Dhe esenca duhet me qenë që dalën shesh e vërteta, jo diçka tjetër. E nëse niyeti i tij është i tillë,
atëre me lenë Allahut azza wa jall do të ketë sukses edhe do të ketë bereqet. Për këtë arsye shpesh për debateve tona ne që i bëjmë nuk janë frikëdhënëse, nuk ka bereqet. Pse se nuk janë për Allah. Në përgjithësi janë debatet ku ne diskutojmë, po diskutimi jonë është për me kallëzu që na dim diçka ose për me poshtë qëtërin. Kushti i dytë është që debati të bëhet në formën më të mirë, formën më të bukur. Forma më e mirë, forma më e bukur është forma ku te ka edukat dhe ku te kërkohet sinqeriteti dhe te kërkohet që dalin çështje vërteta. Jo poshtrimi i palës tjetër dhe po ashtu do thot mohimi i fjalëve të tij. Pika tjetër, kush tjetër, debati të bëhet me dituri. Nuk ka mundësi me diskutu pa dije. Nuk diskutohet për shkak se ti kur diskuton duhet të pas një meselë që e di. E një meselë që nuk e di si ka mundësi për me diskutu. Allah subhanahu wa taala ha antum haula ihajashtum fima lakum bi ilm. Tha ju për Isajin edhe për Musajin ta folët, edhe për atë që keni folë, tamam, keni dije. Për shkak se i keni pasur ti, Beni Israilët. Ama thot, felimet u hajjune fima lese lakum bi ilm. Pse po folni për Ibrahimin alayhis salam, po nuk keni dije. Ju një të folë për Isën, jeni të folë për Musën, tamam. Se ata kanë qenë me juve. Periudhën e keni pa, keni bashkëtu, Tevrati, Injilin e keni në mes, ama për Ibrahimin, i cili ka jetu me qindra vite përpara juve, pse po folni? Pse po diskutoni ku nuk keni? Pa nuk ka mundësi për me diskutu. Pa që të rëtu me pasën, dije. E katërta, prej kritereve është me fillu me përmendjen e Allahut azza wa jall. Normalisht, debati kur fillon, nëse është qëllimi që debati qetë debati hajrit i bereqetshëm, le të fillojë debat do thotë duke përmendur Allahun azza wa jall. Se normalisht çka përmendet për emrin ose kur fillon me emrin Allahut azza wa jall, çka sot inshallah me lenin Allahut me pas bereqet. Mirë, po kur debati është për gjëra të kota, normalisht që njerëzit si bien ndërmend do thotë për me përmend Allahun azza wa jall. Pika e 5, kriteri do të thotë kriteri 5, kushti i 5 është me pas edukat ndaj. Kur debaton, kur diskuton, qëllimi nuk është për më rrejt, as qëllimi nuk është për me kallu kush është pajmeqëm këtu. Qëllimi këtu është me tregu se kush e ka, ose dalë çështje vërteta. Pavarësisht edhe nëse unë nuk e kam të vërtetën, e ka qetri, ama dalë çështje vërteta. Këtu është qëllimi. Duhet me pas thotë edukat ndaj, edhe duhet me pas respekt për palën tjetër. Me respektu, me nderu, pavarësisht bindjes, pavarësisht mendimit i, me pas respekt. Kështu kanë qenë dietarët e mëhershëm. Tashti e shef kur kur diskuton për një meselë, që ka njerë do thotë kur t'imponohet për me diskutuar, ka njerë çuditë shoh kanë presjedhes, palës tjetër se si do thotë e trajton meselën edhe si do thotë sulmon. Ti nuk e di a e ka qëllimin për me nxjerr të vërtetën apo e ka qëllimin ty me sulmon. Kjo normalisht është gabim. Pika e 6, kriteri 6, braktisja e epshit. Ndjekja e epshit edhe pranimi i vërtetës. Epshi është ai i cili e pengon njeriu që mos ta pranojë të vërtetën, shpesh ndodh që gjatë diskutimit e shef që i gabim. Pola tjetër e ka mirë, ama nuk le epshi, egoja jote nuk le për me pranuar të gabim. Edhe me thonë që vëllai tjetër e ka mirë. Është e rëndë, po. Është e rëndë. Për me thonë që tjetër e ka mirë, rëndë. Ama për veten me thonën, tamam. Për veten me thonën që është mirë, atëre e ka malet. Shikoni do të parë tonë se si kanë qenë. Muhammed ibn Kab thotë e pyeti një njeri Aliin dhe radhiyallahu. E pyeti për një meselë dhe Alia e dha mendimin e tij. Pasi që Aliu e dha mendimin e tij, i tha njeriu tha nuk është kështu. Po kjo meselë është kështu edhe kështu. Edhe Aliu ndal edhe tha ti ja qellove, tha unë e gabova. Aliu tha ti ja qellove, unë e gabova, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Pavarësisht kush ka dije. Përmi çdo dietar është një tjetër i cili di më shumë se saj. Këtë mos harroni. Çdo herë ka ulema, ka dietar, po çdo herë ka dikush i cili është mbi tjetrin. Allah Azza ja dha Musa alayhis salam në mësim me Khidrin. Khidri nuk ka qenë pejgamber i madh si Musa alayhis salam, ose diskutohet a ka qenë lajmëtar, apo ka qenë njëri i mirë. Është diskutim me sulejmanëve, ka qenë veli apo ka qenë do thotë nebi. Diskutohet, po ja dha një mësim Musa alayhis salam. E dinë rastin e Musa alayhis salam kur e pyeti një për Beni Israilëve, tha ka njëri më të mençur se sa. Kush është njëri më i mençur këtë zaman, tha unë. Edhe ka pas me drejt Musa alayhis salam duke pas
parasysh rangun e tij dhe pozitën e tij që e ka pas të një ummet i madh, pejgamber i madh. Ama me që thot, nuk i ka hije njeriu që me thonë, unë jam më i dishëm. Unë jam më i mirë. Çka ka? Pse unë edhe ai me dallu? Ose pse unë ai do të thotë me qenë barabart, me thonë më mirë. Unë jam më i mirë. E në këtë rast Allah Zoti ja çon mësim Khidrin. Edhe në këtë rast, personi në këtë rast Ali radhiyallahu anhu, çfarë tha? Tamam. Ai tha, kur ja përmendi argumentet e tjera, tha tamam, ti e çullove, tha unë ta gabova. Nuk ka shmorë me thonë s'di. Ja dhe nuk ka shmorë me thonë që filon është më i mirë se sa unë këtë meselë, se nuk mundet me qenë se cili komplet më i mirë. Se cili ka një veti, ka një aftësi që tjetri nuk e ka. Se njerëzit dallojnë, edhe njeri me qetrin e kompletojmë. Ama se cilin veti pa qetër dikush dallohet me diçka. E nuk ka shmorë për me thonë që dikush është më i mirë këtë fushë, ose dikush është më i mirë, ose unë jam më i keq, ose nuk ka shmorë. Asë që është morë me thonë që nëse ti e ke gabu edhe pastaj e këthy, i përmishu, që e kam përmishu. Nuk ka problem. Tavusi thotë që Zejdi ibn Thabit edhe Ibn Abbasi kanë pasur diskutim për një meselë. Mesela ka qenë për gruan e cila është me menstruacione, a duhet me bë tavafin wada, a mund të me dal apo jo. U kanë një meselë diskutabile, njëri ka thonë po, tjetri ka thonë jo, kanë shkuar te Aisha. Edhe ka një Zejdi e ka pyetur Aishën edhe ka thonë po ban. Edhe kur ka dalë Zejdi ka dalë duke u buzëqesh. Dhe i ka thonë Ibn Abbasit, i ka thonë tamam, muhabeti ishte ti se ke thonë. Zejdi është mësuesi Ibn Abbasit. Ama se ka pas problem. E thot Ibn Abdulber, thot kështu është drejtësia. Kështu është. Kjo është drejtësi. Zejdi ka qenë mësues Ibn Abbasit, po nuk e ka pas problem me pranu nëse ka pas gabim. Edhe pse ka qenë zonë si ti nuk ka problem. Çka ka problem? Qëllimi është për me arrit të vërteta, nuk është qëllimi këtu për mu kallzu se kush di. Se për mu kallzu kush di nuk ka problem, ka forma tjera. Ama këtu është qëllimi për me dalë vërtetë. Ebu Hanifja i tha një dhe biritve të Hamadit, i tha që mos të merret me debata dhe me polemika. Ebu Hanifja ka qenë i njohur për diskutimet e tij dhe debatat që i ka pas. Derisa thotë që kush ka hyrë me Ebu Hanifën në debat, ka arrit për me të bindë për një mur që është prej ari, përse nuk ka qenë prej ari, ka qenë prej betoni. Megjithatë ka bindë, aq shumë ka qenë oratori fort. Dhe ka qenë njeri i cili nuk është friksu për me dalë me ateista dhe me cili ka dalë për parë. Ka qenë njeri i mençur. Mirë po birit vet i ka thonë mos dil. E biri vet i thotë baba, po ti tha del, diskuton, debaton, çfarë i tha Ebu Hanifja? Ebu Hanifja thotë për tha na tha kur doni me diskutu, edhe me debatu, tha na jemi sikur se ata persona që qëndrojnë dhe mbi kokat e tyre e kanë një Zot. Qëllimi është ato të qëndrojnë vazhdimsi me një lloj frike, a e dini pse? Jo që po hup, jo që po gabon, jo që po del që ky ka më i dop, që mos të rrshqase pala tjetër. Mos të rrshqase pala tjetër. A ju tha sot kur folni, diskutoni, qëllimi është thjesht veç ta poshtërsoni pala tjetër. Dallimi i madh apo? Para do ti me pas frikë që mos rrshqase sepse se mos dalin pozitë keqe pala tjetër. Ky ka qenë synimi jo. Prandaj është dallu Ebu Hanifja. Imam Shafiu thoshte, nuk kam diskutu, nuk kam debatu me ndonjërin prej njerëzve, vetë se qëllimi im ka qenë që ta këshilloj. Dhe nuk kam diskutu me të vetë se kam dashur që unë që jam ai i cili po gaboj. Unë, joj, unë, e kështu, a është diskutimi sot i joni? Jo. Na kemi që sot ai me gabu. Si dalmi do të partë në diskutime dhe në debat, qëllimi jonë është ato thjesht si të bjere ai qaq. Elhamdulillah, zemra të mot mal. Ama jo që ka dalë çështje vërteta. Jo, qëllimi është ato që veç ai pse ka gabu, edhe qëllimi është për këtë arsye do thotë me poshtësu. Prandaj thuhet që për Imam Shafiun ka fol me njëri me mesele, kanë diskutu, ai ka thonë një mesele, e ka përmendur thotë meselen e tij, e ka diskutuar me argumentet e tij, pala tjetër i ka sjellë argumentet, thotë Imam Shafiu, ai më bindi mu, unë e binda ata. Para mendoj, unë kam pas një mendimi, ai më ka bindë që mendimi jam është i gabueshëm, e mendimi i tij është i mirë, unë e kam bindë që mendimi jam është i saktë, ai e kalon mendimin e tij. Çudi thotë njëri po mirë, çfarë debati?
Kjo është debat për shkak se ata se kanë pas qëllim, do thotë që kush është më i mirë, qëllimi kush e ka të vërtetë, saktë. Apo ai është bin ka thonë pas tababim, ke pas ka mirë. Jo më shafi ka thonë, ke pas ka mirë, ne pas tababim. Edhe çështë ka thonë. Këta burra kështu kanë diskutuar, kështu kanë debatuar. Prej kushteve tjera është që diskutuesi ose debatuesi posedoj urtësi dhe sabër. Për shkak se kur ka sabër, normalisht sabri kërkohet, që nëse nuk ka sabër në debat atëherë njëri pëlset. Ai cili nuk ka sabër, nuk ka durim dhe nuk ka urtësi ka vonë. Edhe pastaj diskutimi mund të me dalë jashtë kontrollit, me pas probleme sikurse zakonisht edhe ndodhin. E teta, personi është precisive që duhet me pas është mos mungut, për shkak se personi i cili nuk ngutet, personi dhe ngon. Kur fol pala tjetër e prit deri në fund ta përfundoj fjalimin e tij, që me ditë se ashtu fol. Ama na kur ja nisim për me fol, sa ja nisim për me fol, thot na. Se e diun çka do të më thon. Nal. Apo mundre na 30 sekonda nalë me prit ngojë deri në fund. Ta betisi më vetit. Masi ta betisit, preve se fol, i ban sabër. Apo sabër, i shim se ramet edhe mblesh. Sabër, ka dal, diskutojmë nalë, betisi më betin ki. Kur ta betis pa betin ki, tamam. Unë të namaz foli, nuk ka shole, ban sabër, duhet me ban sabër, mos më gut, për shkak se si të gut është normalisht atë ka bën. Pika e 9, patjetër duhet me pasën, do thotë, sinqeritet. Me pas që të qëllimin është me pas të më thonën qeftërësi, qëllimi i diskutimit, i debatit, që me zemër pasta. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala takfu ma laysa laka bihi inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Thotë mos ju ças asoj të cilat nuk keni duri, sepse atë zemra, dëgjimi, shikimi, gjitha kanë me dhënë llogari para Allahut azza wa jall. E përse cilën shka fol, kemi dhënë llogari. E 10-ta është patjetër që për mendon lemotin, patjetër me qenë but, me palën tjetër, me kundërshtar. Patjetër me qenë but, kush do me qenë ai, sa do me qenë meselja e madhe. Patjetër i but mohon me ta. Se nëse nuk ka butësi, atëherë patyshim ka me pas vrasësi dhe shpërsi në diskutim pa pas nevojë. Po edhe nëse gabon ai, nuk ka problem. Nuk ka problem, ama ti më kon i but, me pas edukat. Jo më kon qëllimi me poshtërsu me në çku jo. Qëllimi më konë që me dalë e vërteta është. Që kjo? Kur që hiq më shumë? Kjo është qëllimi. E 11-ta është një edukat që e përmendin ulemat, thonë jepja mundësinë palës tjetër kundërshtarit që të kthehet. Që nëse gabon, mos të ngushtohet, mos e fut siklet. Mos e fut siklet deri në atë nivel sa njeriu me nxit prit do thotë pastaj për me dal. Skuqet e vjen marrë se mundet njeriu me gabu. Edhe nëse gabon, edhe nëse ti edhe më shumë e kundërshton, atëherë është problem. E çet shumë pozit keqe para qenë. E nuk është qëllimi këtu me qit njerin qetërin para pozitë shumë keqe. Jo, qëllimi është me dal qesh e vërteta. E 12-ta me qenë i drejtë, pavarësisht se kush është, pavarësisht se çfarë pala është mik apo armik, patjetër me qenë drejtë, sepse drejtësia është ajo e cila jep bereqet. Allahu thotë wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Mos ju nxjisë armiqësia që keni ndonjë populli dhe të bani padrejtësi, po bëni drejt, sepse kjo është më afër devotshmërisë. Ne jemi të fol për armik, po parandaj me pas mik, apo pse e ki dost, pse e ki shok, pse e ki vëlla, pse e ki motër, pse e ki bab, pse e ki non, të dush me mbrojt. Jo. E ki obligim me mbrojt drejtën. Në vërtetën, ama pavarësisht shka e ke, shka nuk e ke, mik armik, edhe armik më konë, thotë Allah. Thotë bëhuni drejt, gjykon me drejtësi, mos u bën i pa drejt. Muhammed ibn Hazm, dietori i njohur ibn Hazm, thotë një ditë prej ditëve thotë diskutova me një person për meselë ibn Hazm ka pas mëdhëbin e tij. E dini vetë do thotë se ka qenë mëdhëb, ka qenë do thotë mëdhëbin e fiku do thotë është bajki i shtrëngum. E thotë ibn Hazm thotë kanë diskutuar me njërin për një meselë, edhe me një aspekt thotë e mposhtë. Pse e ka mposhtë? Ka pas problem me të folrit e tij, me gjuhën e tij. Edhe për shkak gjuhës, normalisht njerëzit nuk ka tingëllu do thotë binc. Edhe thotë duke fol me ato argumente që ai ka sjellën, njerëzit u bindën që ne kanë vërtetë. Edhe ai do thotë nuk e ka sa. Edhe ashtu mbeti, edhe dolën si fitues. Edhe u çova ta shkova atë shtëpi, po mendi ta në zemër ta diçka nuk u nisha rahat.
Në zemër tha e shifja diçka që nuk kam në rregull diçka. E mora tha libra, ta i rishikoa, ta shoh meselën a e kam unë saktë apo jo. Edhe në fund tha kur e lexoj kur e poshe kam kapu. Edhe thirra tha një person i cili ishte prezant aty bashkë. Edhe i thash atinat që unë meselën që kam folta gabimin për shtampos. E tha shka më bëu ta është mirë me shku te finali më marr më çu librat edhe më kallzu çaj e ka vërtet. Ai ka sa. Unë nuk e kam tamam. Tamam, shka më bëu tash? Vallai tha, unë e pranoj. Edhe tha kthehen prej asaj tha që e kam thonë, po të kisha pas mundësi tash, në këtë moment për me shku kishta shku më njërë. Pas një problemi që. Ata nuk e kam pas marrë, nuk e kam pas turp për me shku me thonë që kam gabu. Nuk kam problem. Nuk është marrë. Marrë është me mshef. Marrë është më kallzu diçka që nuk je. Marrë është me shpreh diçka që nuk është. Marrë është me mbrojt kotën. Ama nuk është marrë me shpreh të vërtetë, nuk është marrë që na me njerëz që gabojmë, edhe secili prej neve mundohet për marrë drejtë e saktë. Edhe pse shpesh ato do të bimë proshasin, po megjithatë më prej neve kërkohet që qëndrojmë. E 13-ta për rregullat që i kanë përmend, patjetër duhet për me pas kujdes edukatën e gjuhës, mos me përtit edhe mos me ngrit zanin, për shkak se qëllimi i diskutimit i debateve nuk është për me ngrit zanin, nuk është do të thotë për me ngritën fjalë e muhabete, për shkak se sa për të ishte që sepse e vërteta nuk mbrohet me ngritjen e zërit. Ngritja e zërit nuk është argument. Ngritja e zërit nganjëherë mundet me qenë edhe cilësi shumë e keqe, që e shëmton do thotë edhe atë i cili diskuton ose debaton. E 14-ta është mu largu do thotë diskutimeve pa nevojshme, sikurse që është qëllimi i diskutimeve polemikave që i bëjnë do thotë njerëzit me ulemat. Për shkak se ai i cili zakonisht diskuton, po do ta shohim inshallah ligjëratën e ardhshme, do të flasim më gjatë gjatë për këtë temë që diskutojnë me ulemat, ata zakonisht privohen nga dia. Thoshte një prej nxënësve Ibn Abbasit, thoshte nëse i but, nëse ke qenë i but me Ibn Abbasin, atëherë prej tij ke pas mundësi me nxjerr shumë dituri. Thoshte Ibn Jurayj, thoshte atë që e kam nxjerr prej Atas, atë që e kam nxjerr, nuk e kam nxjerr vetëm se nëpërmjet butësisë edhe qenit i edukuar me të. Këtë formë kam arrit për me marrë prej tij shumë dituri. E pasmajta është prej kushteve do thotë që diskutimit bëhet me dietarët ose me dije e jo me padishmit ose me ata të cilët nuk kanë njohuri, nuk kanë dituri. E 16-ta, mos pajtimi në mendim nuk duhet ta prishë zemrën asnjëherë. Imam Ahmedi diskutoi një ditë prej ditëve me Ibn Medini, Alin Medini, edhe diskutimi i tyre ka qenë diskutim i ashpër, po megjithatë korruçun, i mori Imam Ahmedi do thotë kafshën e tij edhe i ndihmoi do thotë monte e përcjelli. Kanë qenë dost, shok, e kanë kuptuar njëri tjetrin, edhe pse kanë pas mosmarrëveshje megjithatë mosmarrëveshjet kanë vetë mosmarrëveshje shkencore, jo mosmarrëveshje me zemër. E 17-ta, shumë jam shi gjallë të kushte. Ka alo, po bishkurtojmë. Se ka plot. Ha, po të na s'ka asnjë kusht, të na është vesh unë të kallzona. Që kjo është njatë, ma shumë s'ka. Duhet do thotë të mi largu çdo sen shka i prish do thotë mendime, qëllime do thotë që fut do thotë buti në për mendime. 18-ta është do thotë mi hik hileve në diskutime. Do thotë patjetër duhet me pas një person i cili kur diskuton dikush më kon i treti që merr që ngon, që nesër nëse vjen puna a e kam thonë ose kam thonë, jo e kam thonë, jo se kam thonë, jo pashallon e kam thonë, jo se kam thonë, jo ne kam thonë ndryshe, kam ma marrë me një ndryshe, jo. Është një oni i cili ka shkruajt e ka nënvizuar çdo sen, edhe nëse ka nevojë për meditën, atëherë ke do thotë dëshminë edhe nuk ka problem, atëherë shumë më lehtë. Edhe 19-ta e fundit është do thotë që ka për njerëzve do thotë patjetër duhet për mi hikën atyre me ta me debatu, patjetër, as nuk duhet me hi me diskutu me ta. Për shkak se diskutimi i tyre do thotë është problematik. Një prej tyre është xhahili i cili nuk e pa xhahlin e tij, personi i cili është inatçor, personi i cili është problematik, personi i cili është mendje lehtë, edhe fluturon, edhe kur diskuton me ta nuk di s'ke vetë çka fol, për shkak se shpesh mundet edhe ti mundesh më kon alimi më i madh, po kur debaton me ta çet pozit keqe. Prandaj Imam Shafiu ka thonë, çdo herë kur kam diskutuar me dikë i cili ka dije e kam mund, kurse kur kam diskutuar me atë që nuk ka dije më ka mund. Për shkak se ti thu kështu edhe kështu thotë nuk ka ashtu. Ti ja bet 20 argumente në fund thotë ai thotë nuk ka ashtu. E po çisha thotë nuk e di. Çisha thotë nuk e di. Do thotë çisha thotë nuk e di. E po mirë, pse më thu se di?
Po sepse unë thu nuk ka që ashtu, asaj ti. E me këta personave që është humbje kohë normalisht. Kto ishin kushtet, kriteret, edhe me këtë përfundoj për sot, e inshallah për llojit e debatit, për shkak se debatet normalisht ndahen, ka debati i cili është i pëlqimit, debati i cili është i rryer, do të alo për ligjëratën e ardhshme inshallah, për shkak se është temë e gatë, edhe na kanë mbetur disa pika tjera që do t'i diskutojmë inshallah ligjëratën e ardhshme. Lutë Allahun azza që Allah dijen e hajrit Allah të na shton dhe lutë Allahun që të na largojë nga debatet e kota, polemikat e kota të cilat na e prishin zemrën, edhe na e shtojnë në misin me qertë, e lutë Allahun që çdo kur diskutojmë, qëllimi jon qertë, dalë shesh e vërteta e jo do të thotë dalë shesh e kundërta e saj, se dalë shesh do të thotë diçka që nuk duhet për me dalë. Dhe lutë Allahun që Allah të na mëshirojë nga gjërat tona pasrojë, kullu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.